Dita kur Allahu krijoi njeriun e parë. Para se të ekzistonte koha siç e njohim, para se të kishte histori, para se të kishte qytet, fis, gjuhë, ishte vetëm Allahu dhe vendimi i tij. Kur Zoti yt u tha me lekëve, unë po vendos në tokë një zëvendës, Surja El-Bekare 30. Dhe me atë fjalë, filloi historia e njerëzimit. Allahu dërgoi Xhibrilin të merrte nga toka. Transmetoni Ibn Mesudit e të tjerë. Allahu dërgoi Xhibrilin të merrte nga toka, por toka tha: "Kërkoj mbrojtje tek Allahu prej teje." Dhe Xhibrili u kthye bosh. Pastaj dërgoi Mikailin dhe toka sërish kërkoi mbrojtje. Pastaj dërgoi Azrailin dhe ai mori. Mori nga të gjitha vendet e tokës, nga e bardha dhe e zeza, nga e kuqja dhe e verdha, nga e buta dhe e ashpra, nga fusha dhe mali. Prandaj pasardhësit e Ademit janë kaq të ndryshëm. Allahu thot: "Ne e krijuam njeriun nga balta e thatë, nga argjila e zezë e formuar." Surja Hijr 26. Dhe filloi krijimin e njeriut nga balta. Surja Sejdë 7. Balta e mbledhur, uji i shtuar, argjila e formuar. Ibn Kaim shkruan: Allahu e formoi Ademin nga balta, si poçari formon enën, formë pas forme, shtres pas shtrese, derisa erdhi forma e njeriut e përsosur, e plot, e denjë. Pas fryrjes së shpirtit, trupi i Ademit qëndroi, dhe Iblisi, ai që adhuronte Allahun me engjëjt, ai që kishte grad të lartë, e pa, ju afrua, e shikoi, e kaloi nga koka në këmbë dhe brenda tij lindi diçka e errët. Transmeton Ibn Mesudi: Iblisi kaloi nëpër trupin e Ademit dhe e shikoi, dhe kur pa se ai ishte i brendshëm bosh, kuptoi se është krijesë që nuk kontrollon veten, dhe tha: "Nëse ky të ngritet mbi mua, do ta shkatërroj, dhe nëse unë ngrihem mbi të, do ta humbas." Zilia kishte lindur para se shpirtit ishte fryrë, dhe pastaj Allahu fryu. Dhe kur ta kem formuar dhe ti kem fryrë nga shpirti im, bini në sejdë para tij. Surja Hijr 29. Nga shpirti im, jo shpirti i Allahut, por shpirti krijuar, nderuar, me atribuimin tek Allahu, si çmimi i lartë dhe nder absolut. Ibn Kaim shkruan: kur shpirti hyri në trup, hyri nga koka, dhe Ademi, ndërkohë që shpirti po zbriste, të shtiu dhe tha: "Elhamdulillah." Allahu ju përgjigj: "Yerhamuke Rabuke, të mëshiroft Zoti yt." Shpirti zbriti deri te koka. Ademi hapi sytë dhe pa. Zbriti tek syja dhe pa pemët e xhenetit. Zbriti tek barku dhe dëshiroi të hante. Zbriti tek këmbët dhe u ngrit e ecste. Allahu thot: "Dhe e mësuam Ademin emrat e të gjitha gjërave." Surja El-Bekare 31. Menjëherë pas fryrjes, Allahu mësoi emrat, konceptet, dija. Melekët u thirrën: "Tregomni emrat e këtyre nëse jeni të drejtë." Surja El-Bekare 31. Melekët u përgjigjen me modesti: "Qofshi lavdëruar," thanë ata, "ne dim vetëm atë që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti." Surja El-Bekare 32. Dhe Allahu i tha Ademit: "O Adem, tregoju emrat e tyre." Dhe Ademi tregoi çdo emër, çdo gjë, çdo koncept. Dhe melekët, ata që kishin pyetur me çudi, kuptuan. Allahu urdhëroi, dhe kur u tha melekëve: "Bini në sejdë para Ademit," ata ranë në sejdë, përveç Iblisit. Refuzoi dhe u tregua arrogant dhe u bë nga mohuesit. Surja El-Bekare 34. Melekët ranë në sejdë, jo sejdë adhurimi ndaj Ademit, por sejdë respekti dhe bindje ndaj urdhrit të Allahut. Vetëm Iblisi nuk ra, qëndroi me kryelartësi, me zili, me refuzim, dhe Allahu e pyeti: "Çfarë të pengoi të bësh sejdë kur unë të urdhërova?" Surja Araf 12. Iblisi u përgjigj me arrogancën e tij: "Unë jam më i mirë se ai. Ti më krijove mua nga zjarri dhe atë e krijove nga balta." Surja Araf 12. Krahasimi i parë me zili në histori. Iblisi nuk tha "nuk dua", tha "jam më i mirë", dhe me atë fjalë humbi gjithçka. Allahu tha: "Zbrit nga xheneti. Nuk të takon të tregohesh arrogant aty. Dil, vërtet ti je nga të poshtëruarit." Surja Araf 13. Ibn Kaim shkruan:
Mëkati i parë që u bën ndaj Allahut nuk ishte mëkati i mishit, por mëkati i zemrës, ishte arroganca, ishte unë jam më i mirë, dhe ky mëkat e shkatroi Iblisin përgjithmonë. Iblisi u largua nga mëshira e Allahut, por para se të largohej, bëri betimin e tij. Për shkak se më humbe, do të qëndroj në rrugën e drejtë të tyre, dhe do t'i sulmoj nga para dhe nga pas, dhe nga e djatha dhe nga e majta. Surja Araf 16-17. Ademi u vendos në xhenet. Xhenet, që sytë njerëzor nuk e kanë parë kurrë, që veshët nuk e kanë dëgjuar, që zemra njerëzore nuk mund të imagjinojë. Allahu thot: "Ne tham, o Adem, jeto ti dhe gruaja jote në xhenet, dhe aty hani sa të doni e kur të doni, por mos ju afroni kësaj peme, se ndryshe do të bëheni të padrejtë." Surja El-Bekare 35. Por Ademi ishte vetëm, dhe Allahu i mëshirshmi dinte. Transmeton Ibn Abbas dhe komentuesit e mëdhenj: Ademi flinte dhe kur u zgjua, gjeti pranë tij Havan. Allahu e krijoi nga brinja e tij e majt, ndërkohë që flinte që të kishte shoqëri dhe qetësi. Allahu thot: "Dhe nga shenjat e tij është se krijoi për ju nga vetja juaj bashkëshort, që të gjeni preje tek ta, dhe vuri mes jush dashuri dhe mëshirë." Surja Rum 21. Kur Ademi u zgjua dhe pa Havan buzëqeshi, fjalët e para që Ademi thante Havas sipas transmetimeve ishin fjalë nderimi dhe gëzimi. "Mirë se erdhe, familja ime dhe kënaqësia e syve të mi." Ademi dhe Hava jetuan në xhenet. Allahu u dha gjithçka. Vërtet ti nuk do të kesh uri atje dhe nuk do të jesh i zhveshur dhe nuk do të kesh etje atje dhe nuk do të godas dielli. Surja Taha 118-119. 4 garanci: pa uri, pa etje, pa të ftohtë, pa nxehtësi, çdo dëshirë plotësohej, çdo pemë e hapur, çdo lumturi e dhuruar. Profeti alayhis salam na tregoi pak nga mirësitë e xhenetit. Në xhenet ka gjëra që sytë nuk i kanë parë kurrë, veshët nuk i kanë dëgjuar kurrë, dhe zemra njerëzore nuk i ka imagjinuar kurrë. Ademi dhe Havaja jetuan ato mirësi çdo ditë, çdo moment, lumturinë absolute, dashurinë e pastër, xhenetin me gjithë madhështinë e tij. Vetëm një gjë ishte e ndaluar, vetëm një pemë. Allahu tha: "Por mos ju afroni kësaj peme, se do të bëheni nga të padrejtët." Surja El-Bekare 35. Gjithçka tjetër e lirë, gjithçka tjetër e lejuar. Vetëm ajo pemë dhe ata dy, të lumtur, të plot, të bekuar, jetuan me atë ndalim, por jo për shumë kohë, sepse armiku nuk ishte harruar. Iblisi, ai që kishte betuar hakmarrje, ishte duke pritur, duke vëzhguar, duke planifikuar. Por kjo është historia tjetër.